Rruga Burrë-Skuraj është ndër akset nacionale më katastrofë në vendin tonë. Drejtuesit e mjeteve vijojnë të jenë të irrituar me mungesën e ndërhyjes. I gjithë aksi ka probleme të ndryshme që nga dëmtimi i asfaltit, mungesa e barierave mbrojtëse e deri tek mungesa e sinjalistikës horizontale e asaj vertikale. Më problematik mbetet segmenti nga Burreli deri tek ura e Ulzës, ku çedimet e shumta, gropat e mëdha dhe dëmtimi i shtresës së fundit asfaltike e bëjnë udhëtimin tepër të vështirë. Drejtuesit e mjeteve thonë se nuk mbajnë mend se kur është investuar për herë të fundit në këtë aks rrugor, ndërsa emigrantët që janë kthyer pas 19 vitesh thonë se gjendja nuk ka asnjë ndryshim pasi është siç e kalon. Drejtuesit e mjeteve dhe pasagjerët shprehin gjithashtu se premtimet e dhëna nga Majtas Djathas për këtë rrugë ka mbetur vetëm fjalë. Me shtimin e lëvizjes në sezonin turistik, gjendja e rrugës pritet të kufizojë vizitorët që shkojnë kryesisht në luginën e Shkopetit apo i drejtohen Bregdetit të Lezhës dhe Shkodrës. Premtimi janë dhënë sa dush për të bë asnjëherë. Votat i marrin, kënoqen. Kjo pjesë e rrugës është skandal, është turp i zotit me. Paguajmë taksat gjitha, nuk pyetini për këtë pjesë. Deri ura Ulzës deri në Burreli është ku therrat qameti, jo pa kalueshme, po ku therrat qameti. Llogaritë të bësh këtë rrugën, shish dhe të kthesh prapë do t'i bësh servis makinës. Taksat i do shteti kokër në kokër. Ka 19 vjet që nuk vi këne. A kupto? Sot jam habit. Qa kam gjunë televizor me vërtet që ka e vërtet. Rruga cop. Këtu nuk që ka vu dorë fare. Si që kam lanë unë rrugën kohën e Balludhës, kështu që ka rruga. S'pas ka vu njoni dilte në i kështu, si e majnë vetën këto si flasin. Me udhë kështu, kotëm kot, rruga cop. Kjo rrugë, do më thënë sa herë të vinë shtu me kalu për Burret, ke për ashtu servis. Makinën me bojnë 100.000 lekë i fut shpenzime makinës. Kjo atë në gropa, është me dera, është e ullun, është e ngritur, nuk ka rrugë më të keqe se Burrelit. Milot Burrel. Gjitha mungojnë, mbrojtësa ansore, mungojnë muret që ka babon dikur Benveri janë shem, gjithse janë shem. Kjo një rrugë skandalve se s'ke që banë me hecë. Makina është jashtë përdorimit 2 herë me bon një makinë e ko për të shku në servis. Ko fushatë janë të nëse janë dhe premtime këto. Po premtimet, dikur i ka pas pedeja, tash i ka peseja, premtimet si mba kërkush. Asë njerë, as si të pedeja, si të peses. Rruga ma skandal se nuk ka. Si të bësh 2 rrugë, Burrë-Skuraj, makina marrë. Premtu 100 herë, bina morin votat e në hikin. Për diti ke rrugës Shkopetit plot me turist, rrugës Nullës, Vind, Bast, Burrel, Klës. Rruga është skandal, që është në 91-shin që është tru i herë nuk është tru mos, ka të përntu për fërshat e dhe si që është kanë ba. Rruga me vjetër në shkallë republike dhe rruga me shkatrome këtë vend. As mbrojtësa ansore, as sinjalistik, to është gropa që me ramë ta, jo makina, po është dirma edhe Stalini e zimat, që është qeveria nuk është e interesume për matin. Aksi në fjalë është në kontratën e mirëmbajtjes B të rajonit Qendër Verilindje me një buxhet prej 12 milion eurosh në 4 vite që do të zbatohen nga Alko Impex të Arbëra Bazit, por gjendja e rrugës në të vërtetë është kjo që shihet në pamje.